Doktor, pyetja e radhës vjen kështu, thotë desha të pyes doktorin çfarë mendimi keni për Sheikh Albanin, është pyetje e drejtuar nga një prej dëgjuesve të tjerë. Sheikh Albani, rahmet i pas shpirti, Allahu në xhennet, se kemi pas fatin më unë para durve ti caktimi Allahut. Ndërsa me Sheikh Shuaibin Arnautin, rahmet i pas shpirti, Sheikh Abdelkader Arnautin, rahmet i pas shpirti, Sheikh Wabi Suleman Gavoqin, rahmet i pas shpirti, me kretat e dietarët e mëdhaj Mubarak, kemi pas fatin me përfitu për tyre dhe me mësu prej tyre. Imam Nasruddin Albani, hoxhi o gjallarëve të hadithit, enciklopedia e hadithit, imam i cili nana rrallë është me lind në këtë kohë, Imam Albani i cilët o gjallarë të Arabisë Saudite, me Sheikh Bin Bazin, me Sheikh Ibn Uthejminin, e Abdullah Gjebrinin, e profesorët e mi në Universitetin Islamik në Medine, në Fakultetin e Koranit Sheriatit, edhe gjetiohen e marë botës, e kanë pranua imamllëkun, aftësinë e tij, madhështinë e tij në shkencën e hadithit. Imam. A di çka do të thë imam? Nuk guxon me dalë para tij. Lider. Ideal që Allahu xhaleshanu i ka dhënë. Prandaj, ai i cili e kundërshton, apo ai i cili e sulmon kët, apo Abdelkader Arnautin, apo Sheikh Shuaib Arnautin, apo ata xhallarët e mëdhaj, duhet mu tut pi Allahu xhaleshanu. Se tutna për ato që ka me vdek munafik, tutna për ato që ka me vdek ndoshta edhe pa iman, se dashuria e hoxhallarëve është për imanit. Dashuria e ulemave sinqert është për imanit, për besimit. Ata cilët i kanë shërby sunetit, pejgamberit alayhis salam. Ata cilët e kanë shkri jetën për mi shërby fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Në mësimin e haditheve përmendsh, në analizën e lozës transmetuesve me mia përmendsh. Ata njerëz janë evlija, mendimin tim, njerëz Zotit xhaleshanu. Ata njerëz që na nuk duhet kur mos me haru. Dhe duhet me themelue akademi, qendra islamike për me ringjall shkollën e tyre në mënyrë sistematike akademike. Me studiu librat e tyre dhe në për shkollat tona, në për medreset tona, në për fakultetet tona. E mua vjen keq sonte që i pini disa student, disa djelmosha që jenë devijuar nga rruga e drejtë e fesë islame, jenë devijuar nga rruga e ulemave, nga rruga e diturisë, nga rruga e shkencës, jenë devijuar e pesgjasin gojen e gjuhën kundër atyre dietarëve. E po mi kritikojnë ata dietarët e mëdhej. E që ata që po flasin në fesë islame, unë lexoj burime të ndryshme, unë lexoj fraksione të ndryshme, mezhebe të ndryshme, unë i kritikoj Allahun student, ata kuku për ata që më bëm i thotë aty në vetëm ti thumi mua 2 hadithe të pejgamberit, vetëm 2 ose 1 me zinxhir. Nuk kjo gjendje ai me ta komentua ty me ta lexua hadithin e pejgamberit alayhis salam. Lemu me zinxhir apo me transmetues. E ai që punim kanë dalë tash në mendinit islam shumë llafazana, po student fakultet, Allah nuk dini temë me shkrujt, Allah nuk dini një temë me zbërthyje, Allah nuk din do thotë një çështje se si me elaboru të aspektin akademik e sistematik, me parashtrua, po ai po mundohet me fol do thotë se këto hadithet bëjnë, këto s'bën, po musulman Imam Buhariun, po musulman Imam Muslimin, po musulman po kritikon librat e Sunetit, Ibn Majhës, Nesaiut, Ebu Davudit, po Tirmidhiut e tjerë, edhe aty ka duke thënë hadithe të dobta, edhe ka aty hadithe që ashtu student që me lexuan transkriptin e studimeve të tij, ku me di çfarë studenti ngelaç u kon ai. Ku me di çfarë studenti dopt ka qenë ai. Ku me di sa përqindje të ligjëratave ka prezantuar, e ku me di sa gjumin e ka bën e sa ka munguar ai. Se vet kemi punë me studenta që 25 vite. Po, e kuku për ata cilët edhe për shqiptarve, mesin ton, po dalin tash në internet, edhe po debatojnë. Po turprohen për juve, o vëllezër të ndershëm, se më falni se e zgjata këtë përgjigje moderator, po turprohen me dal pa u përgatit bre.
Edhe pse këta temat këtë hafoz I kam qëtu I kam kry, elhamdulillah. Po turprohem, pa u pregatit, tu jetu gjithmonë mos po gabaj, a haj po dal aty duke fol, të thot për këta imam të mdhaj. Imam të mdhaj, në shkencën e hadithit I kemi imama, shkencën e fikut, ku t'jen puna e legislacionit me zebeve, po se si do thot praktikohet ne I kemi imama tjera, do thot imam Ebu Hanifën, e Shafiun, e Malikun, e Hambeliun, po, kur kemi të kirajetet e Koranit, se si lexohet Korani, me çfarë leximi kemi imama tjerë, këta janë këtë studiuar në fenë islame bre. Po kur kemi të hadithi, ta ka bërë rivajet imam Albani një hadith, ka thonë është I vërtet, amin, ma al-Fatiha. Mos e lodh më tronin, Katar që në Katar, ditën e Gjuma, në Arabin Saudite, në Medinë sa kemi qenë. E këtu, po, në Brunei, në Malezi, imamat, hutbe, pasi që përmend hadithin, po, e ka bërë rivajet imam Buhariu, po edhe sahahahu al-Albani, edhe e ka vërtetu imam Albaniu, e Shekh Shuaib Arnauti. Rahmet I pas shpirti. Allahu vorin u abof drit. Allahu vorin u abof xhennet. Inshallah dali pe fëmijëve ton, imama si Albani, si Abdelkader Arnauti, e si Shuaib Arnauti. E mësojnë hadithet e pejgamberit alayhis salam, si bilbila e bëjnë gara koranore. Se shumë falë. Gjehel të madhe këta. Shumë padishem I kemi hoxhallar. Shumë padishem I kemi studentat. Shumë padishem I kemi në për medresë, në për fakultete. Shumë janë perëndimor. Shumë janë kap mas orientalistave, shumë janë kap mas jahudive, krishterëve. Po, shumë studentat e dopt më na I qesin. Një hadith pejgamberit alayhis salam se din tamam me kuptu asnjë ajet se kuptojnë. Dalim falim para fejes, e kritikojnë ata dietarët e mëdhaj. Duhet me kthy bereqetin e ulemave, me kriju shoqatat ulemave, me kriju shoqatat komisionit fetvave, me kriju komisionit tefsirit, komisionit të fikut, komisionit për jetën e pejgamberit alayhis salam, me rregullu këto çështjet. Këtë akademike, që libra në universitete kanë mësu krejt, bre. Pas njoni s'punon më universitet, ku të krejt imam të bunu, bre. As njoni s'punon, bre. Shumë gjehel ka, bre. Shumë patitur. Allah I bëft rahmet. Se jena bo dhe vetë këqi jena bo që shtu. Edhe me ka që Zoti Gjeleshanu këta dënimet. Po, valla. Allah në ndihmon të faleminderit. Inshallah, Allah në ndihmon. E largon këtë bela, e qomi pi gjumit pak se gjendja është e keqe, nuk është mirë. Allah I urojt, përfundoj.